Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjellur mënyrën se si unë përgatis speca zharana jeshil me gjizë. Përgaditja shumë e thjesht, nuk morin shumë kohë për përgaditje, bëhen shumë të shijshme. Besoj se keni me ngelur të kënaqur nga mënyra e përgaditjes së këtyre specave zharana me gjizë. Filloj me përgaditjen. Në fillim i morim speca çarra apo zharana, varet se si i njihni ju. Duhet jenë kështu jeshil, jo të pjekur, sepse nëse janë të kuq të pjekur mirë, atëherë do ndojnë lëvore kur të konsumojmë turshijën. I laj mirë speca dhe gjizën e nevojitet. Unë kam gjizë fshati, është shumë e mirë. Ju mund të përgadisni edhe me gjizë marketi, mirë po me gjizë bio do dalin më të mira. Marim specat zakonisht i zgjedhin kështu në formë të zgjatur. Do e keni më mirë kur të i bëni renditjen në enë. Ja largojmë bishtin dhe këtu në komplet nga pjesa e fillimit, kështu si që shihni, dhe ja ndajmë në dy pjesë, ndajmë specin. Me shumë kujdes ja largojmë farat që mos t'i prishet forma specit. Pra, forma e zgjatur është shumë e përshtatshme se forma tjera, sepse kur të bëhet largimi i faras, bëhet coptimi i specit dhe për atë arsye zgjedhni kështu speca në formë të zgjatur. Pastroj mirë nga farat me një thikë të thjeshtë, shumë lehtë mund të pastrohet me majë thike. Pra pasi t'ja largojmë farat, nuk nevojitet që t'i lajmë nga pjesa e mrenshme. I lajmë në fillim, që mos t'ju ngele ujë më pas. Ja, pra në këtë mënyrë bëjmë pastrimin nga farat. Që shihni. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë vazhdojmë t'ja largojmë bishtin dhe këtë pjesën e sipërme të specit dhe ndajmë kështu një pjesë të specit njëra në dy pjesë dhe me shumë kujdes ja largojmë farat, duke mos ja prishur formën specit. Ja, pra në këtë mënyrë dhe kështu vazhdojmë tutje me gjithë specat, veprojmë njëjtë. Gjithë specave ju kemi larguar farat dhe bishtat, siç po shihni. Atëherë marim një tepsi dhe fillojmë që t'i kriposim gjithë specat, kështu ju hedhim krip me majë të gishtave nga pjesa e mrenshme dhe i vendosim kështu nga pjesa e qarë në tepsi. Të gjithë, nga kjo anë i vendosim. Kështu veprojmë me gjithë specat, duke ju hedhur krip. Kripa i mban në konservim, i mban të forta, nuk i le që të zbuten. Dhe vazhdojmë tutje me gjithë specat tjerë. Kemi bërë kriposjen e gjithë specave, atëherë i lajmë kështu për një orë të qëndrojnë, kështu nga pjesa e qarë kemi vendosur në tepsi që ta marrin kripën. Derisa specat ta marrin kripën, ne bëjmë përgaditjen e gjizës. Këtu kam dikon rreth 7 kg me gjizë. Do ju hedhi krip. Kripën do ja shtoni sipas dëshirës, do e provoni 2-3 lugë, varet se sa e pëlqeni të kriposur, dhe do i shtojmë konservans. Pasi kemi 7 kg, do ja shtojmë një paketim e gjysmë me konservues. Konservuesi është 5 gramësh. Për çdo kilogram nevojitet 1 gram me konservues. 1 kg gjizë, 1 gram me konservues. Dhe këtë masën tash do e përzi mirë që të kripa dhe konservuesit përzihen me gjithë gjizën. Pra e përzim gjatë
dikon rreth 10 minuta, kështu që kripat të përtojnë në për të gjithë gjizën. Dhe konservusi, i cili i runë që mos prishet, që të qëndrojnë deri në pranveri i runë konservusin, që ose i përgatit një pa konservues, atëherë truhet që t'i konsumoni brenda 3 javësh, vetëm aq mund të qëndrojnë pa konservues. Përzin. Kemi përzir mirë gjizën. Besoj se mjaftueshëm e ka marrë kripën gjatë përzirjes dhe konservusi ka dominu në të. Atëherë fillojmë me mbushjen e specave dhe specat kanë qëndru 1 orë kështu, e kanë marrë kripën dhe fillojmë që ta bëjmë mbushjen, pra i mbushim në mes kështu. Ku largum farat, atë pjesën ja mbushim të farave. Ja në këtë mënyrë, mund t'i mbushni me një lugë më të vogël, me një lugë gjelle, varet se si doni të punoni. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë vazhdojmë mbushjen e gjithë specave, duke i lënë në një tepsi njanësh, dhe më pas do i rendisim në enë. Kemi bërë mbushjen e gjithë specave, atëherë do i vendosim në enë. Unë kam zgjedhur kështu enë plastike për t'i vendosur. Kjo është ena ku do i vendosi turshin, është enë plastike. Qofse doni ju mund t'i vendosni dhe në enë qelqi, më falni, vetëm se sekreti qëndron që ena duhet të jetë shumë mirë e larë me ujë valë të nxehtë. Qofse është kavanos duhet të sterilizohet në furrë. Gjithashtu kam harruar që të cek se gjithë enët duhet jenë të lara mirë me ujë valë nxehtë kur përgatitet kjo turshi. Në fund të enës vendosim gjizë, kështu, një rend, një shtresë si t'i themi, e bëjmë me gjizë. Një shtresë të hollë, dikon 1 centimetër. Kemi formu një shtresë të hollë me gjizë, atëherë i vendosim specat e mbushur, kështu, në për gjizën e shtruar. Bëjmë një rend speca, një rend gjizë. Kemi bërë një rend me speca, atëherë hedhim gjizën. Pra mosat e gjizës nuk mund të caktohen fikse. Është ena 10 kilogramshe, mund të shkojnë 7 ose 8 kg, varet. Formojmë një shtresë tash me gjizë. Kemi formu shtresën e hollë, të më dhe pak, këtu nga ka ngelur, dhe fillojmë të vendosim specat e mbushur me gjizë, përsëri një rend me speca, një rend gjizë, kështu e vazhdojmë deri sa të mbushet ena.
Kemi vendosur dhe specat e fundit, rendin e fundit me speca, atëherë vendosim përsëri për fund një shtresë me gjizë. Pra e mbuloj mirë gjithë specat. Kemi shtruar dhe shtresën e fundit të gjizës, si që shifni. Pra kemi mbushur pothuajse deri në gryk, pra vetëm se gjysmë centimetër nuk është e mbushur ejna. Atëherë marrim kështu një kese najlonit dhe vendosim mbi. Sepër marrim një thikë dhe formojmë brima, kështu, mbi kesën e najlonit. Pasi i formojmë gjithë vrimat, atëherë marrim lugën dhe me bishtin e lugës e fusim pak kesën e najlonit në gjizë. Sa mundohemi mirë, kështu ta vendosim në gjizë kesën, bëjmë vrima duke futur kesën në gjizë. Ja, pra në këtë mënyrë vetrojmë dhe nga qoshet. Dhe si për kësa kese, përsëri e vendosim një kese tjetër. Kjo i ndihmon që të rrije freskët gjiza gjatë gjithë dimrit dhe mos të vendose mjekt. Dhe si për kesës së najlonit hedhim krip. Krip hedhim me përmasa më të madhe, kështu. Mundohemi që ta mbuloj gjithë kesën e najlonit. Në këtë mënyrë. Kemi përhap kripën, kështu, mbi kesën e najlonit. Kam harru që të cek se mu kanë dashur rreth 2 kg gjysmë tjera me gjizë, kam shtu gjizën do me thënë, gjithsej kam hedhur këtu rreth 9 kg e gjysmë me gjizë, sepse në fillim pata vetëm 7, tash ja kam shtuar dhe 2 e gjysmë. Dhe si për kripës së hedhur, hedhim një vinobran konservues pra. Kështu e përhapi mirë vinobranin në gjithë masën. Kjo i ndihmon kripa dhe vinobrani e ruajnë që mos të vendose mjekt gjatë gjithë dimrit. Dhe përsëri e vendosim kesën tjetër, kështu, mbi kripën. Dhe enën e mbyllim mirë me kapak. Sigurohemi që ta mbyllim mirë nga gjithë anët. Dhe turshia është gati e përfunduar. E ruajmë në një vend të freskët dhe të errët, por pasi tash është koha nxehtë, ende nuk është e ftohtë, duhet që ta ruajmë në frigorifer derisa të freskohet koha. Është gati për konsumim pas 3 javësh, 1 muaj. Besoj si u ka pëlqyer mënyra se si përgatis unë turshi me speca zharana dhe gjizë. Gjithë ju motra që i përgatisni ju bëfshin mirë, kurse ju që më jepni komente të bukura dhe më shikoni vazhdimisht, ju falinderit. Miru takoshmi për receta tjera.